çka është demonstruar dje edhe nga kryeministri në detyrë, edhe nga ministrja në detyrë, e cila nuk ka të drejtë kushtetuese dhe ligjore të jetë në pozitën e ministrit të adresohet në këtë mënyrë, sepse është ai pamundur të jesh para dite ministër dhe pas dite deputete, është diçka që vërtet do të mësohet tek studentat e jurisprudencës se si nuk duhet të veprohet dhe se si është vepruar në Kosovë. Por ky është realiteti dhe në këtë drejtim besoj që Komiteti i Biznesit do të tentojë ta gjejë një modalitet, do të ankohet në forma edhe ligjore, po edhe në forma tjera, por radikalizimi dhe një qasje ekstreme, ajo nëse diçka i ka lënë të kaluar. Dje bllokuan në rrugët për 2 orë. Ndërsa një shirit kalimi e kishte lënë për shkak të zhvillimit Defender Europe që po ndodh. Unë besoj që kjo është një meritë dhe kjo është një falënderim që duhet institucionet t'i adresojnë sektorit privat. Gjithësili prej tyre ka mund t'i bllokojë rrugët. Mi po prap, përkundër asaj që kanë lëshuar një mesazh të pakënaqësisë, përkundër asaj që kanë kërkuar do të thotë dialog dhe prolongim të këtij problemi, kanë menduar në shtet dhe kanë vepruar për shtet. Paramendo, e ke NATO-n, e ke forcat më të mëdha të armatosura evropiane në Kosovë dhe sikur ata tek kishin pas atë radikalizmin që kanë pas pushteti aktual në të kaluarën dhe t'i bllokojnë rrugët dhe nga kjo ketë ndoshta edhe ekscese të ndryshme, përleshje të ndryshme, të marrin eterin ndërkombëtar këto pamje, por dje Komiteti i Biznesit e ka dhënë provimin sepse ka tregu vullnet, ka tregu gatishmëri për dialog, po mbi të gjitha atë dashuri, kulturë dhe komunikim. Nëse vendimi pezullohet, ta bëjmë kështu si një hipotezë edhe pse Zërrej ka thënë që ky vendim nuk pezullohet. Shembull, çfarë përfitojnë bizneset nëse hyjnë në ekonominë e tregut të lirë për energji? Në rem parë duhet kuptohet që biznesi e ka kuptuar të vërtetën që Kosova ka humbur betejën për energji elektrike shumë më tej.